Administrata e zonave të mbrojtura në Shkodër ka vendosur në fokus mbrojtjen e natyrës dhe përmirësimin e kushteve për zhvillimin e turizmit në rajon. Drejtori i ADZM në Shkodër, Agim Dardha, deklaroi se janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për hapjen e zyrave turistike gjatë sezonit veror, si në zonën e Alpeve ashtu edhe në Velipoj. Puna dhe përkushtimi jonë për mirë menaxhimin e zonave të mbrojtura në qëllim zhvillimin e turizmit natyror i kushton një rëndësi të veçantë dhe konkretisht me përgatitjen dhe hapjen e pikave të informimit, siç kemi Velipojën, Thethin dhe shpërndarjen e broshurave bashkëpunimi me gjitha agjencitë turistike që kemi një sezon turistik sa më të qëndrueshëm dhe me sa më pak dëmtime në natyrë. Sipas tij, një vëmendje e veçantë po i kushtohet edhe zonave me rëndësi të madhe natyrore, si liçeni i Shkodrës dhe Lumi i Buna, të cilat vitet e fundit kanë shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve. Nga vitet e kaluara, ose mund të themi nga viti i kaluar, siç kemi pikat më kryesore që numri vizitorëve është më i madh dihet tani më se është Lumi i Shalës, Parku Kombëtar i Thethit, pjesa e Vërmoshit, duke mos përjashtuar asnjëherë pjesën e Velipojës, por ndoshta në Velipojë është sezoni pak më i shkurt. Por vitet e fundit kemi pas një rritje shumë të madhe të numrit të vizitorëve në liçenin e Shkodrës të Lumit Buna, kjo fal edhe punës së operatorëve dhe privat të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre me sportet ujore, i cili është një turizëm eko dhe jep një lajmi të madhe ngjyrash liçeni i Shkodrës dhe Lumit Buna. Gjithashtu pjesë e rëndësishme e planit mbetet edhe menaxhimi i mbetjeve. Aksionet tona për pastrimin e territorit ende vazhdojnë. Ne kemi edhe ditën e premte një aksion mbar kombëtar për plazhet pastra. ADZM Shkodër synon të konsolidojë përpjekjet për ruajtjen e mjedisit dhe zhvillimin e turizmit, duke krijuar kushte më të mira për vizitorët dhe duke mbrojtur vlerat natyrore që e bëjnë këtë zonë unike.